në këto zgjedhje garojmë edhe me mandatin e presidentës, për shkak se kemi një punë 5 vjeçare, të cilën qytetarët e Kosovës kam arritur të shohin, një punë me rezultate konkrete, të cilën ata e kanë përcjellur shumë përsa afërmi, dhe kur dalim dhe kërkojmë vot edhe për presidencë, natyrisht kërkojmë duke treguar edhe një model pune, të cilën e kemi paraqitur para qytetarëve të Kosovës për këto 5 vite që shkuan, pra nuk dalim thjesht me zotime për të ardhmen, por dalim edhe me rezultate konkrete cilat janë arritur deri tani. Mendoj që kjo i ndihmon garës dhe kjo ndihmon që partitë politike pas zgjedhjeve ta gjejnë mënyrën që të gjitha të ulen në tryezë të përbashkët për të gjetur një zgjidhje. Është një emër i propozuar për punën e së cilës asnjëra nga partitë politike nuk është që kanë ndonjë vërejtje konkrete, aq më pak partia më e madhe deri tani në vend. Sa i përket punës po flas, natyrisht që tani është fushat zgjedhore dhe shumicën ndërmuese të goditjeve i kanë më shumë në karakter, në linçime, në manipulime të shumta e gënjeshtra e shpifje të cilat shtyhen përpara, mirë po nuk ka një vërejtje të vetme në punën 5 vjeçare, përkundrazi ka pasur edhe deklarata publike ku ajo punë është ngritur dhe është mbështetur në mënyrën më masive të mundshme. Por çka dua të them është që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka mbështetur kandidaturën time pikërisht duke u bazuar në këtë performancë 5 vjeçare, e cila është fokusuar në 2 sektorë të rëndësishëm, në sektorin e politikës së jashtme dhe atë të mbrojtjes, që janë kompetencat kryesore të institucionit të presidencës, natyrisht që pjesa tjetër janë kompetenca ekskluzivisht të qeverisë së Kosovës dhe aty ka vërejtje të shumta të cilat edhe po thuhen përgjatë fushatës dhe po paraqiten para qytetarëve.